sa ka më mesha të kisha e fanit, që është një kishë ikonike për mirëditën dhe jo vetëm, është pjesa e shmarrë që realisht në çdo prind është një kremtim shumë i veçantë, sepse fani e do të Zotit dhe fani e do shenjën e vet. Dhe kam do Agustin. Ju jeni nga fani, nga Tone, nga Tone. Do të sa kohë ke shërbim në ta? Unë është një 10 vit që shërbej në Star, do shumë me 14 shtator 2014. Dhe kur në shkollën e projektit në shkollë. Por fanin Absolut, unë pashtë, me thëmë drejtë mund t'jem shumë mirë, mund shoh një favoritar, një neshtar nga zona tona, nga krejt nga tona, se në kujton ato kujtërit e vjetër, të kujtohet për pashtë, që nga batë në mestirë, që i nga në nemër t'i këtë. Unë arre që vej një porosi atë, dhe japë gjithë nga të parë, dhe një porosi për të kurë diçka, se vinë të vend, që është shumë marku, të lexojmë pak më shumë. Jo vetëm nana, se nanët e dinë atë mënyrën e mirë të tyre për të trashëguar, por tritë sidomos. Patjetër, sepse festat nuk duhet të jenë thjesht diçka që ne e bajmë pak për traditë, por duhet të shkojmë pak në zemrën e çështjes. Ta dimë që është marku, çfarë mesazhi sjellë në vetë, që gjithë është më mirë dhe marku realisht është baza të gjithë gjërat të tjera. E jemi në fakt që kemi këtë festë, duhet të thellohet, sepse na bën më shumë. Është mirë të lexojmë ta. Një kishë të mbushur plot. Ndërkohë, zonat braktisura në shumicën e çfarë mendon ti si meshtarash në zonë? Po, kjo është një problem. Është një problem shumë i madh, çështja e braktisë njerëzve, sepse mungon shpresën, mungon investimin. Unë kam qenë fëmijë këtu dhe unë me atë periudhë muzikë kam pritur që të të studioj atë se përpara tani, fal Zotit faleminderit jam edhe mestar. Por duhet të investojmë. Duhet të kthehemi, ne kemi pasuri natyrore të jashtëzakonshme. Kemi fshatra tanë që duhet bëjnë turistika, duhet të promovojmë vendet që kemi, duhet të krijojmë, ne kemi edhe njerëz të fuqishëm në Tiranë, që janë biznesmen, që janë të kapur, që me vërtet kanë edhe milionë ekonomike, por ne duhet të investojmë, nuk ka asgjë më shumë masi e shkollës së familjes. Prandaj duhet të investojmë që njerëzit të kthehen e të shijojnë vendin e natyrës që Zoti na ka dhënë. Unë kam marrë pjesë. Unë kam marrë pjesë në disa mjete në zona të tjera. Unë fshatet mund të kenë 2-3 familje, s'kam të tjerë. Mirë, atje mbyllen, vinë nga mjera tonë, pse mbyllen? Sepse shenjtë është. Domethënë, ne mund të ikim gjithë për shenjat ibrahimit. Edhe pak a shumë është një ftesë vazhdimisht dhe besojmë që do ketë gjërim. Në fakt kjo varet edhe pak për nesh, ne si kish të marrë për shumë punëve që kemi, sepse shërbia ka shumë nevojë, por edhe ne duhet të investojmë, duhet të mbledhim njerëz, sepse edhe varet pak edhe nga ne. Se marku çdo fshat ka shenjën e vet. Është mirë të mbledhim, të organizojmë disa momente aktive, disa momente festë, të mirë, por shumë janë njerëz që nuk e njohin. Edhe kjo më shkruaj sepse janë njerëz që shitë një për çdo në botë, por ne varet pak edhe për nesh të mbledhim. Unë do të angazhohem pak, por mos në zonën e kohës. Se me gjatë në dinë njerëzit që kemi afër, duhet t'i mbledhim të takojmë të shihim. Shpresoj që organizimi shtetëror, edhe kisha të jetë pakisht. Shumë faleminderit. Kthehemi tani dëgjojmë fjalën e Dom Agustinit tu, ishte brillante, një besimtar që e ka ndihmuar me shumë vëmendje, edhe të ndjekin paketën speciale që unë do sjell nga fani sot në festën e shmargut, pikërisht këtu te kisha, te kjo kishë e Zotit që është nga kishat më të bukura që ka mirëtita. Faleminderit shumë për respektin për të gëzuar bekimin edhe për. Falenderoj Zotin dhe zemrotra që janë mes jush. Është për mua emocion i veçantë. Ne celebrojmë mesh për çdo ditë, për çdo diele, por të celebrosh meshën në fan, për mua është me të vërtetë një ndjesi shumë e bukur. Ndjem thellësisht emocionuar sepse jam djali i saj toke, unë jam i fishit Margjonit, jam prej Koneve, prej Katonit Vjetër, e mbaj mend në fëminin teme, duke ardhur rreshti njerëzve që rritin nga Konet, nga Zhini, nga Xhuxha, nga Klosi, nga gjithku, që janë bërë 3-4 mesh, e është diçka shumë e bukur. E falenderoj Zotin për një këtë lloj gjaje. E shpresoj vëllezër motra që në mëngjes predikimit t'ju ndihmoj pak që festa e shërmarkut mos jetë thjesht një traditë që neve vijmë për mu bë, patjetër është shumë bukur, ja vlen,
takoj miq, dashamie, kushrejt, nipat, mesa, gjithë kanë. Edhe unë realisht kam marrë për këtë punë sot, por padre Umberto më dha edhe lejen edhe mundësinë të celebrojmë meshin e shenjtë, por të fillojmë vëllezër motra pak se kush është Shën Marku, sepse kur ne celebrojmë meshin e shenjtë, kur lexojmë fjalën e Zotit e kur bajmë disa përkujtime të shenjtërve, nuk janë gjëra shumë havar, por kanë bajnë me jetën tonë edhe me familjen tonë. Ju jap edhe një detyrë të vogël, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, ta kemi Biblën, që mos ta kemi në raftat apo në arkat e nonave tona që i ruajnë si diçka të shenjtë, por duhet ta shpjetojmë pak. Ungjilli i Markut janë 15 kapituj, janë 12 faqe. Prandaj merreni një këtë detyrë që ta lexoni, 12.000 lekë të vjetra, 10.000 lekë të vjetra bën Bibla, lexoni Ungjillin e Markut. Sepse në Ungjillin e Markut vëllezër motra është e përqendruar krejt në një farë mënyrë mesazhi i Krishtit, krejt misteri festor. Kush ka qenë Shën Marku? Ndoshta nëse ju pyes vetëm dikush që është shumë i kujdesshëm, ndoshta ka një ndjeshmëri të lartë për sa i përket fesë, ndoshta mund ta dihet, por jam i bindur për njerëzit të mi që kam të kish, që nuk e dinë se kush është Shën Marku. Por nuk është e drejtë të dëgjojmë. Prandaj Shën Marku, Shenjtë Prena, Shleshti, Shën Aleksandri, ne duhet të dimë se kush janë vëllezër motra, sa shumë e rëndësishme. Kush është Shën Marku? Informacionet që ne kemi është që është një djalosh që kur Krishti arrestohet nga romakët me urdhën e kryepëftërinjve edhe të romakëve në kopshtin e Gjetsemanit, prandaj Krishti të ejtën e madhe, mbas që ka celebruar darkën e fundit, shkon, lutet në kopshtin e Gjetsemanit dhe ushtarët vinë për ta marrë si kishte cup. Jo cup në aspektin tonë meditor, por cup sikur thonë shkodranet, si kishte një hajl, sikur ishte një vjedhës. Vinë edhe zonë edhe aty informacionet e vjetra që kemi, nuk tregohet në Ungjil, por disa informacione të tjera, në disa mbishkrime që janë gjetë, thotë që ishte një djalosh. Nuk e di ma ka qenë 17 vjeç, 18 vjeç, 20 vjeç, por ka qenë një djalosh shumë i ri, që në momentin që kapin Krishtin, e arrestojnë, e Pietri merr shpatën dhe i pret veshin një ndër ushtarët e romakëve, kapin edhe këtë djalosh. Por duke pas një pëlhur të veshur, prandaj një veshje sikur ka pas Krishti, ja u lë veshin në dorë, e gjysmërisht veshur ikën dhe ju detyrsh ushtarëve dhe atyre që kishin shkuar me arrestu Krishtin. Një ky djalosh pastaj i ka qëndruar afër Pietrit. Pietri është papa i parë, është ai të cilin Krishti i ka dhënë në një farë mënyrë pushtetin e kishës. Edhe që ka shkruar, prandaj ka dëgjuar të gjitha mrekullitë e Zotit, të gjitha tregimet e Krishtit, krejt jetën që apostujt kanë bërë me Krishtin i ka shkruar. E për këtë është baza të gjitha ungjilleve. Prandaj vëllezër motra duhet ta lexojmë, sepse aty është misteri i festë, misteri i Krishtit. Kështu e kemi për detyrë. Dikush ndoshta s'u më lexon pak 5 rreshta për çdo ditë, që ta dimë se kush është Marku, kush është Shën Marku dhe çfarë përmban brenda tij Ungjilli i Markut. E vëllezër motra, qendra e Ungjillit të Markut është ky. Marku flet për hyjën e gjithë pushtetshëm. Flet për Atin tonë që është në qiell, që është Baba jonë i parë, që është krijuesi ynë, ai që na ka dhuruar prindërve tonë vëllezër motra, që ne nuk duhet të harrojmë kurrë që përpara që të jemi bijë të prindërve tanë, e dikush i ka të mirë, e dikush më pak, e dikush vjen për një familje të varfër, e dikush më pak, unë vjen për një familje të thjeshtë, shumë të mirë, falenderoj Zotin, por që ka pas momente të thjeshta, momente varfërie njëra tjetra. Prandaj ne përpara se me kenë bijë të familjeve tona, ne jemi bijë të Zotit. E Marku na thotë që hyjë i gjithë pushtetshëm është jashtëzakonisht i mirë. Është shumë i mirë Zoti vëllezër motra. Edhe është i tundimit pa thellë të mendojmë që hyjë e kemi të keq, ose e kemi kundra, ose është shkatari i këqijave që ju përplasin familjeve tona. Hyjë është shumë e mirë. E thotë Ungjilli i Markut, kaq shumë e ka dashur botën, e ka dashur botën, sa që ka dërguar bijën e vetes Krishtit. E pastaj hapi i dytë, vëllezër motra, i Ungjillit të Markut është vdekja dhe ringjallja e Krishtit. Feja jonë krishtere, që s'jemi as musliman, as hinduista, as budista, por ne jemi të krishterë, do të thënë ne i përkasim Krishtit, ne jemi të krishterë sepse besojmë në vujtjen, në vdekjen dhe në ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krishtit. Sot kemi dëgjuar një ndër mrekulli,
por nëse shkojnë në mesh në kohën e Pashkve, ne marrim pjesë në mrekullitë e ringjalljes së Zotit. Shkojnë gratë për me nderuar trupin e Krishtit e nuk e gjejnë në vakt. Maria, një grua që ka qenë shëruar për shumë sëmundjesh, shkon për me gjetë e nuk e gjen aty. Krishti i shfaqet si kopshtari, që mendohet që është ai që ishte për me prej barin e kopshtit, i thotë Zotri ku e ke lënë? Trupin e Zotrisë tim, atij që kaq shumë e kam dashur dhe që kaq shumë më ka dashur. Nëse është diku më thuj, shkoj ta gjej që t'i baj nderimet e mia. O Mari, i thotë Jezusi, e Maria e nje, pastaj edhe ishte Krishti, Zoti i hyj. Pastaj ju shfaqet apostujve në dhomën që ishin të mbledhur. Për një herë i shkon, paçi me ju shfaqet apostujve. Shfaqet në detin e Tiberiade, në liçenin e Gjenezaretit, që një herë duhet të shkoni ta shihni, se sa bukur është të në shenjë. Ju shfaqet edhe atyne pas një nate që apostujt nuk mund kishin zënë peshk, dhe ishin peshkatarë dhe ndodhë mrekullia e peshkve. Herë pas herë, Zoti derisa ngjitën në qiell, shfaqet pas ringjalljes së tij. Çfarë na thotë Marku dhe Zemodra? Që feja jote është mbështetur në vdekjen edhe në ringjalljen e Zotit. Për këtë ne jemi të krishterë. Nga kjo dhe Zemodra merr dritë, merr shije në një farë mënyre edhe jeta jote, edhe vdekja jote, edhe vdekja familjarëve tanë me Zemodra. I krishteri, pavarësisht se ka jeta i shon dëbara të fuqishme, atëherë jeta të krishterit merr dritë nga ringjallja e Zotit. Ne i pranojmë disa gjëra, disa kryq, disa dhimbje që na vijnë, por ne i themi Zotit, o Zot, jam në durët e tua sepse ti je Zoti i vdekjes edhe i ringjalljes. Kjo është feja jote me Zemodra. Në aspektin tjetër, që mos zgjatëm shumë mos fillon, duhet të bëjmë për vete logjikën e Krishtit. I Persh Vimeta ka thënë një herë, Gjergj Meta, ka thënë një herë që po të ishte shteti, këtu kena dhe autoritetet, që i përshëndes shumë, po të ishte shteti, autoritetet civile, administrative, po të kishin organizu vendin sikur është organizu me një morte ose një dasëm në konaj. Unë më mend kur marrë shpërtu vllai madh, kanë ardhur njerëzit, dikush ka bebere, dikush ka bagati rakin, dikush ka çu fjalën, dikush ka kemi tradita të jashtëzakonshme me Zemodra. Duhet t'i mbajmë, duhet t'i ruajmë, duhet t'i kujtojmë. Por kajherë nuk mjaftojnë. Sa vrasje, sa ngatresa kemi, pse në pave, unë i tu për parakish, ma i me në vite për para, janë rreth një 30 qyva, këna i gjithë me klosa gjithë, zbashku, vetëm se janë rreth për një top ping-pongu të kështia mërgeshave. Janë qandru, të e Zemodra, ne të mbajmë traditat e mira që kemi, t'i hikim disa dallavereve që ndodhin në jetën tonë, që të bajnë për vete logjikën e Krishtit. Logjika e Krishtit është kjo, që ai që unë kam afër, është vllai im, është biri i Zotit, është bia e Zotit, e meriton për me qenë i dasht edhe i respektuar. Thot Krishti, mos u ragat me të keqen. Mos u ragat me të keqen, se një e keqe plus një e keqe nuk është zero, bëjnë dy të këqia, shumë zohet, shumohet, edhe kjo është problemi madh. Prandaj, duje Zotin, duje njerëzit këtu që ke afër, mos u ragat me të keqen. Thot Papa Francesku, që fare në pashme ka vdek, ja vlen të themi ka herë. Më falë, faleminderit edhe të lutem. Edhe me i s'keqet për Zemodra. Me e pa për vete logjikën e Krishtit. Prandaj të lutemi, rimarremi këtë detyrë, jepni në farë mënyrë fjalën e Zotit, që deri në shënmarrjen e vitit të ardhshëm, ju të lexoni Ungjillin e Markut. 5 fjalim të ditë. Ja vlen, është një ushqim shpirtëror që na bën njerëzisht mirë. Të kemi besim në dashninë e në lumërinë e vitit të ardhshëm. E ne jemi të krishterë sepse besojmë në ngjalljen, në vdekjen edhe në ngjalljen e Krishtit. Edhe të mbajmë traditat e mira që kemi, t'ia dim Zotit për ne, për gjithçka të parë tonë, familjarët tonë na kanë dhënë, t'ju hikim të keqes që zona tona ka, që të bëjmë për vete logjikën e Krishtit. E këtë e kërkojmë për ne, për familjet tona, për gjithësinë për nesh, me ndërmjetësinë e shënmarrjes. Qoftë du Krishti.
që ne të përfitojmë sa më mirë nga mësimet e tij, për të ecur besnikërisht gjumëve të Krishtit, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë ynë për të gjithë, shekuj të shekuj. Amen. Ulemi e besoj do të dënohet. Shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë janë këto. Në emrin tim do t'i dëbojnë djajtë, do të flasin gjuhë të reja, në duar do t'i marrin qarperin, e nëse do të pindo një send që sjell vdekjen, nuk do t'ju bëj keq. Jemi të gjithë bijtë të vija të Zotit besimtar. Krishti ka dhënë jetën për ne. Në fe, të themi lutjen që veta i na ka mësuar. Pafti ynë, që jemi në qiell, kush në ndrotë kemi, arë mbretëria jote, ku ka vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, burën tonë të përditshme, na jep sot, na i fal fajët tona, si falim ne fajtorët tanë. E mos na lër të vijmë në fytyrë, por na lëro nga e keqja. Amen. Na lëro të lutemi për vetë gjithë të këqija, dhe për mirësinë tënde na jep paqen në jetën tonë. Në sajtë të mëshirës sate, të lirohemi përgjithmonë për mëkatin, të jemi të sigurt për çdo të tullim, të pritur shpresën e lumë dhe ardhmën e shpëtimit tonë. O Zot Jezu Krisht, ju ke thënë apostujve të tënë, por ju lë paqen e por ju jap paqen tim. Mos i shiko mëkatet tona për fenë e kishës sate. Jepi asaj si pas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekuj të shekuj. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë. E morim kuvimin shpirtëror. Mesha akoma nuk ka mbaruar. Panagon bekimin prifti nuk ka mbaruar.